Në Vlon me 28 të vjeshtës së tretë 1912. Pas fjalëve që tha zotni kryetari Ismail Qemalbeu, me të cilët tregoi rrezikun e madh në të cilën ndodhet sot Shqipëria, të gjithë delegatët me një zanë vendosen që Shqipëria me sot të bëhet më vete, e lirë dhe mosvarme. Ti, Shqipëri, me jetë nderë, me jetë emrin shqiptar, zemrën ti më gatove, plot me dëshirë e me zjarë. O Shqipëri, o nena ime, non se jam i mërguar, dashurin tënde, kur zemrës e ka harruar. Por Shqipnin ba e kena, të gjithna, gjithë si jena, Kege Tosk, Fush e Malsina, qytetar edhe fshatar të vihemin në rrugë të liris, e të kem buk edhe qetësi, për parim në shtet edhe në shpi, e mos dvuajmë gjitha ciklet që kem vujt për 500 vjetë, se bol nejtë në thunur të huj, qam e qtypun për i gjithkuj. Se shqiptari për Shqipni, për mret e trojet veta, nuk i dhimet as gjaja as jeta. O, moj Shkodër, moj mizore, pak në duke, shumë në dole. Hafiz Pasha krye lopa, së merret Shkodra me 3 topa. As me top, as me Havana, dasho shkrelin se ban manana. Shkodër, o këtjel të rimrije, kultur e lasht e popullit tim. Shkodër, të përullëm me nërim, e bashk me mu, ftoj vendin tim, respekt për Shkodrën. Neno, mos ke frikë, se ke djelmt në Amerikë.